Ja, pra pam një mini biografi për Erzanën, por pjesën më të madhe sigurisht që do ta thot këtu në studio. Unë tashmë Erzanën e kam këtu në studio, siç thash edhe më herët, ka ardhur nga Struga. Kështu që Erzana, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që more rrugën për të ardhur pikërisht në emisionin Prizma. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kam kënaqësi shumë të madhe që ndodhem këtu pranë. Gjithashtu kënaqësia është edhe imja, më vjen mirë që të kam këtu edhe për të palosur ose për të treguar pak edhe rrugtimin tënd në art. I pam disa prej pikturave, në ndërkohë do të shohim, sigurisht do të kemi mundësi që t'i shohim edhe fotografit, pikturat Mahnice, me sa pash kishte edhe pjesë të Strugës, sepse ti sigurisht atje vepron, sigurisht punon edhe vepron. Më thuaj pak ta nisim prej në fillim, duke qenë se ti tashmë je një artiste që ke marrë pjesë në ekspozita ndërkombëtare, në ekspozita në mbar vendin, sigurisht kishte edhe ekspozitën e parë. Por më thuaj si filloi rrugtimi yt me pikturën? Në qofse do të fillosha prej që nga fillimi në fakt, rrugtimi me pikturimin ka filluar shumë herët. Që kur jam njohur në fakt për herë të parë me elementet e gjuhës figurative realisht, pra me fletat e vizatimit, me ngjyrat, me lapsat, në mënyrë shumë spontane filloj ajo, por në fakt që më bëri që të realizoj që është diçka një pjesë e imja, pa të cilën realisht nuk ka mundur të jetoj dhe të shkëputem as edhe një qast, as edhe një vit nga jeta ime. Dhe për atë edhe vendosa realisht, normal, me mbështetje nga prindrit, që të vazhdoj në rrugtime dhe të ndodhem këtu ku jam sot. Ku je sot? Pra ka qenë një dashuri prej shumë më herët. Po, mund të them, siç thash, që në momentin që kam kapur lapsin për herë të parë në jetën time, unë kam filluar që bëj vija, që të krijoj forma nga vijat, që të krijoj kompozime, për të cilat, siç thash, nuk është se isha në dijeni se çfarë bëj, se kam qenë shumë në moshë të vogël, mirë po pastaj ajo u kthye në një pasion për mua, të cilën nuk mundesha që ta lëmë. E ke thënë që lapsin do ta shfrytëzoj vetëm për të vizatuar, nuk dua gjë tjetër, lapsin do ta kem vetëm për pikturuar. Shumë gjë e bukur. Më thuaj pak, mban mend pikturën tënde të parë, mbase mund të ketë qenë diçka që sot të thua s'ka qenë asgjë, po që piktura e parë që ke thënë, ok, unë do të bëhem piktore dhe kjo është ai piktura që më bën. Realisht pikturave të para unë i ndaj në dy kategori, piktura ime parë në moshë shumë të re dhe piktura e parë akademike. Si profesioniste. Që kanë ashtu shumë dallim. E mbaj mend pikturën tim të parë, e cila nuk mund të them që nuk ka pas gabime realisht, po ka qenë pikërisht ajo e pikturë e cila mua i thash vetes edhe vendosa se po, unë do ta vazhdoj këtë rrugtim se mundem, se e ndjej emocionalisht shumë fort. Do me thënë, pjesa e emocioneve nuk është se mund të përshkruhet shumë me fjalë sa pjesa, do me thënë, që ti e ndjen realisht kur je gjatë kohës duke krijuar. Ajo është me të vërtet një lidhje që të bën të lidhe shumë ngushtë dhe pastaj mos të lësh fare. Unë e përmenda edhe më herët, sigurisht sot është dita ndërkombëtare e shëndetit mendor dhe atë që e mendova, në fakt lidhet shumë edhe tema që e kemi sot. Mendoj që piktorët e shfrytëzojnë këtë të gjejnë qetësinë në fakt edhe tek pikturat e veta. Është edhe për ty kjo që ti e gjen qetësinë teksa pikturon. Po. Pa marrë parasysh temës të cilën je duke e trajtuar, e kompozuar, se fillimisht normal që duhet vendosish për temën, ta trajtosh atë, pa marrë parasysh sa dinamike mund t'jetë ajo tema, realisht ke nevojë për atë qetësinë shpirtërore që të mundesh të përkushtohesh, që të vendosish për teknikat, për mënyrën se si do ta paraqesish, po edhe që ta gjesh mënyrën më të duhur të eksplodimit të emocioneve, unë do ta kisha thënë më qartë. Për atë patjetër që ka nevojë për qetësinë shpirtërore, mendore, për qetësinë në hapësirë në të njëjtën kohë në të cilën je duke i punuar kompozimet. Pra të duhet edhe qetësi, mos ketë askush rreth teje teksa pikturon. Realisht po, jo se pengon shumë, ajo me kalimin e kohës me të vërtet vjen deri në një mënyrë ose në një kategori ose në nivel dhe të kisha thënë që realisht mësohesh edhe të punosh për para njerëzve. Po, rutinë, mirë po kur bëhet fjalë për kompozime si ekspozita ose kur duhet të nxjerrësh me të vërtet diçka nga vetja, ke nevojë për atë qetësinë hapësinore për të cilën duhet të përgatitesh. Sepse duhet të hysh në atë prallën tënde, le të themi atë botën tënde artistike. Po, shumë saktë. Të cilën mund të arrish vetëm kur do të jesh me vetveten. Ti mund të inspirohesh duke qenë në shoqëri të ndryshme, në hapësira të ndryshme, mirë po që të mundesh t'i paraqesish ato me të vërtet ke nevojë për
trish pak me vetveten. Sigurisht. E përmendë domethënë edhe inspirimin që mund të inspirohesh edhe nga tregimet e njerëzve, mund të inspirohesh nga natyra. Nga kush më shumë inspirohesh? Jo vetëm në këtë ekspozitë, në këto piktura, sepse për këto do të ndalemi specifikisht, por edhe në përgjithësi në pikturat që ti bën. Cili është frymëzimi yt më i madh, le të themi? Realisht frymëzimi më i madh është shoqëria, sidomos pjesa bashkëkohore, momentet që jetojmë. Domethënë, unë nuk dua të kthehem edhe shumë bas, nuk dua edhe të kaloj në pjesën e futurizmit, shkoj edhe shumë përpara. Shumë më intereson shoqëria, bota, ndjenjat. Me thënë, edhe në të njëjtën kohë kam shumë e rëndësi që edhe vetveten. Ta shtit ajo pjesa e shoqërisë edhe mundohem që të frymëzohem nga ajo, sepse është diçka shumë aktuale, po edhe që me të vërtet është shumë emocionale, sepse ndjenjat janë ato të cilat dua ti përkap sa më tepër edhe ti paraqes. Sigurisht, edhe me siguri që je rrethuar edhe me shoqëritë të cilët të frymëzojnë, sigurisht edhe me familjen, sepse ne kemi edhe disa familjarë këtu që kanë ardhur për të mbështetur pikërisht edhe sot në emision, kështu që besoj është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë edhe mbështetja. Po, mbështetja gjithmonë është mbi të gjithat, është e parat, mbështetja, përkrahja dhe pastaj vijnë gjërat e tjera, sepse pa mbështetje e dini edhe ju, domethënë vjen dështimi ose ndonjëherë demoralizimi, e cila me të vërtet të shtyn ndoshta edhe të mbesish në disa, mos mundesh të vazhdosh shumë hapa përpara. Sigurisht, përkrahja është ajo që ta bën më të lehtë mbase edhe rrugën, sigurisht. Ti je edhe profesore, tash ke qenë në Nikon Nestor, në Ibrahim Tema, apo je në të dyja në shkollë të mesme në gjimnaz? Realisht, fillimisht e kam filluar rrugtimin në gjimnazin e mesëm Nikon Nestor, që ndodhet në Struk, dhe në të njëjtën kohë kam punuar edhe në shkollën fillore Vëllazerim Bashkim që ndodhet në Ohër. Mirë po, tani pata një transfer, ku ende jam në Nikon Nestor, po u transferova edhe në gjimnazin Ibrahim Temo. Si është të jesh në një njëjtën kohë edhe pedagoge, edhe profesore, edhe artiste, sepse të duhet edhe ato përgatitjet për t'i frymëzuar, le të themi, edhe nxënësit, për t'i mësuar edhe nxënësit, por nga ana tjetër don që të krijosh edhe veprat e tua. Do të flas njerë për lidhshmërinë si pedagoge, mësimdhënëse dhe arti. Unë do të kisha cekur që realisht është fat i madh për mua, që gëzoj këtë post do të kisha thënë, për arsye se unë kam nevojë për frymëzim. E ku mund të frymëzohesh më mirë kur ke gjeneratat e reja, kur sheh domethënë drejt për drejt, shpirtrat më të qiltër, të cilat ne na vijnë fillimisht në bankat shkollore dhe janë aq të pastër, direkt, do me thënë sheh shumë nga afër frymën e tyre, jetën e tyre, mjedisin e tyre, gjë që mua më ndihmon shumë në pjesën e kompozimit. Është pak vështirë koha që duhet ta menaxhoj shumë mirë, sepse nuk mundem që të lë njërën ose tjetrën, duhet patjetër të jem shumë e përgatitur në të dy aspektet, po nuk është se nuk menaxhohet. Ja del disi, e ndan atë kohën edhe për nxënësit. The që sigurisht që ata janë frymëzim. Besoj shumë edhe jam shumë e bindur në këtë që edhe ti në fakt je frymëzim pikërisht për ata nxënësit, po është gjë shumë e bukur kur edhe një profesoreshe thotë që nxënësit e mi janë frymëzim dhe sigurisht është një punë që do shumë përkushtim edhe puna e profesores. Të dalim tek ekspozita jote e parë. Në fakt, para se të dalim tek ekspozita e parë, të ndalemi tek disa ekspozita në fakt që ti ke qenë pjesë. Ke qenë në disa ekspozita edhe në Turqi, me sa pash nga informacionet. Si kanë qenë këto ekspozita, nëse mund na shpjegosh pak më tepër çfarë ekspozita kanë qenë? Realisht, për arsye se ishin ekspozita të cilat ndodhen menjëherë pas periudhës së koronës, ju e dini se ndryshoi shumë gjëra, dhe nuk është se pata mundësinë që ti përjetoj aty drejt për drejt, por ato ishin në mënyrë teknologjike. Fillimisht pata mundësinë që të konkuroj në një konkurs e cila është e hapur për gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe pata nderin që e fitova unë atë konkursin dhe për atë kisha shumë thirrje në të gjitha ekspozitat që ato i kishin. Në disa u realizuan duke i lishuar përmjet postës, transportit, ekspozitat në Turqi dhe mandej ato i kthenin, nuk ishte se i mbanin ekspozitat, por në përgjithësi, edhe pse diçka pak më ndryshe ishte interesante se ishin aq bukur të punuara në mënyrë digjitale, ekspozitat dhe realisht patën mundësi që shumë veta të shohin ato ekspozitat. Me thënë, sa ishte ajo që më mungoj mënyra që nuk i përjetova në mënyrë drejt për drejt, nga ana tjetër më ndihmoi që t'ua shpërndaja të gjithëve, kudo që janë në botë, dhe arritën që të shohin ekspozitat e mia ndërkombëtare kolektive, nuk kanë qenë ekspozita personale ato janë ekspozita kolektive,
ku zgjedhin, domethënë përmes konkurseve njerëz të cilët mund të arrin të marrin pjesë. Edhe kjo e ka pasat bukurinë e vet, sepse mbase në ndonjë event ku ti bën ekspozitë, jo të gjithë njerëzit kanë mundësinë që të vinë pikërisht atje, por në këtë rast kanë pasur mundësi që edhe Ceka se realisht pa marrë parasysh që nuk i përjetova, nga ana tjetër më lejoj që t'ua tregoj të gjithëve sepse ishin emocionet e mia. Megjithatë besoj komente dhe feedback ke marrë për këto. Si është prit edhe jashtë, si e shohin se di që në pikturat e tua sigurisht e përmenda edhe më herët ka disa copëza të strugës, të natyrës, si e përjetuan edhe të tjerët mbase të cilët nuk janë nga struga, nga vende tjera, si e shohin këtë pjesë? Realisht të tjerët e ndjejnë pak më tepër. Ne ndoshta se jo se nuk e vlerësojmë bukurit tona, por kur sheh diçka vazhdimisht dhe jeton aty ndodhesh e ke si vendbanim, emocionet jo çdo ditë janë të njëjta, mirë po njerëzit të cilët unë i ftoja që të marrin pjesë, u alëshoja ekspozitat, pikturat e mia shumë kishin një ndjesi, emocion që kur e përshkruanin ata dhe unë thoja pse unë nuk e ndjej të njëjtën gjë. Beson që më kupton jam e qartë, kështu që kisha shumë pritshmëri të mira dhe realisht më shtynte që unë mos e lë si frymëzim strugën, qytetin, bukurit natyrore, pejsazhet, se me të vërtet i kemi bukurit të dhuruara nga vetë natyra, nga Zoti, të cilat nuk janë të paqëmueshme. E vërtet, edhe unë e them shpesh, ndoshta ne nuk ja dim atë shumë vlerën, mbase atë që e the ti, kur jeton aty edhe të duket sikur nuk është gjë, por që të tjerët kur vinë edhe e shohin me të vërtet magniten. Dhe unë realisht mundem të them që pata pak ndikim, e bëra shumë mirë, kështu që vazhdimisht edhe përcjellja këto kompozimet e mia dhe pata ndikim që realisht unë duhet vazhdoj. Përmes kësaj të nxjerr, të zbuloj gjëra të tjera, mirë po mos e ndroj shumë kahjen shumë shpejt. Të qëndrosh në atë ambient të qëndroj edhe pak, unë e mendoj që duhet të qëndroj edhe pak. Ke filluar ta vlerësosh edhe më shumë strugën tash, apo? Po, shumë. Me këto, shumë më shumë. Të shkojmë tek shënimet të mjegullta, ekspozita jote e parë, e cila u mbajt në Gostivar. Fillimisht më trego pse pikërisht në Gostivar, si ka qenë si organizim, çfarë ishte organizimi, pak më shumë detaje që edhe publiku t'i di detajet. Realisht unë të të nisë në mënyrë shumë direkte ta them këtë pjesën organizimin, pata mundësi në një aktivitet shkollor të takoj me një kolege nga Gostivari, quhet Kristina, e cila kur pa kompozimet e mia se bisedoshim për pikturat, ajo më tregonte kompozimet e saja, unë e të mia, dhe ajo më tha se ti duhet patjetër të marrish pjesë dhe të krijosh ekspozitën tënde personale. Ndërsa unë realisht mendoja se shumë herët, nga mosha, nga përvojat, nga të gjitha. Ajo insistoi aq shumë dhe më dërgoi me njëherë formularin për konkurs, pra deklaratën e cila organizoheshte nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Dhe të them të drejtën, ajo është ajo që më shtyu dhe më bindi që unë të marr pjesë në këtë ekspozit. Nuk e kam dashur që ekspozitën tim personale ta kem në mënyrë private, por dosha me të vërtet që t'jetë nëpërmjet konkurseve, nëpërmjet Ministrisë së Kulturës, se me të vërtet kanë ndjenjë mënyra interpretimit është shumë ndryshe nga ajo se si mund ta bësh vetë në qytetin tënd ku kemi safir vetëm vendasit. E vërtet. Ashtu. Vendosa që të konkuroj, më lajmëruan që më kanë pranuar, ishte koha e caktuar, u vendos për në tetor, e kështu me radhë, dhe me organizimin gjatë gjithë kohës u mor zonja Luljeta, që e përshëndes shumë, e cila me të vërtet u kujdes sikur t'ishte ekspozita e saj personale. U kujdes aq shumë me çdo detaj, sa që më la shumë përshtypje të madhe dhe realisht nuk e ndjeva lodhjen. Puna im ishte të krijoj, ndërsa puna asaj ishte gjithë organizimi që ndodheshte, që e shihni në videoklipe dhe në fotografi që ndodhen atë natë. Shumë gjë e bukur edhe shumë mirë që pas ke marrë vendimin për ta bërë këtë, sepse mosha nuk duhet të jetë pengesë mbase e re, por që ja ku ka dalë një ekspozitë shumë e bukur, prandaj ne sigurisht që të urojmë që të vazhdosh edhe me ekspozita të tjera. Do ta lëvizësh këtë ekspozitë edhe në qytete tjera? Dua që ta lëviz, përsëri ka konkurse, dua edhe në qytetin e Shkupit, sigurisht që dua edhe në vendlindjen time, pasi që shumë mysafirë shkaku i vendodhjes edhe nuk erdhen që ta shohin nga afër ekspozitën time, po dua në fakt që realisht edhe nxënësit e mi të jenë prezent. Sepse ne vazhdimisht flasim gjatë orëve të mësimit, shpjegojmë gjëra, po pse edhe mos i përjetojnë edhe mos i shohin nga afër. Ndryshe është, po. Planifikoj të bëj me këtë cikël, të vazhdoj në disa qytete dhe pastaj të përgatitem për cikël të ri. Sigurisht, për një ekspozitë të re, krejtësisht të re, si e pritën edhe në Gostivar
sepse e dim që është një vend që e preferojnë edhe shumë strugën, qoftë gostivarit të Tetovës, janë vende sigurisht që e duan shumë strugën, kështu që edhe ato disi mund ta kenë përjetuar, sepse një pjesë e madhe veç më e ka vizituar strugën. Si u duken edhe atyre dhe pikturat tuaja? Realisht do të ndalem pak edhe të ajo që thash më parë. Për ato ishte shumë mahnice, sepse unë realisht u inspirova, u frymëzova shumë nga qyteti, nga liçeni, nga malet, nga pemët, pra gjithçka që posedon si element natyra, mirë po mundova ato pak t'i simbolizoj, t'i zhndërroj, mos jenë shumë konkrete, dhe realisht për to pritshmërit ishin shumë më të mdhaja, dhe më dhanë shumë komplimente dhe emocione të cilat i përjetuan edhe vetë gjatë kohës që shëtisnin në hapësirën ku ndodheshte ekspozita. Komente dhe emocionet të cilat të shtynë, sidomos ty, të shtynë për të vazhduar edhe më tej besoj. Realisht janë të pakrahasueshme emocionet të cilat i përjeton një autor gjatë ekspozitës së vet personale, sidomos kur ka përreth vetes njerëz të cilët kanë pëlqyer ekspozitën, janë mahnitur, sadopak kanë përjetuar atë ndjenjen, atë energjinë e ka marrë nga kompozimet, nga pikturat, të cilat edhe nuk e di se si e kanë përjetuar personalisht. Sepse çdo pikturë përjetohet ndryshe, apo në çdo person? Në çdo person është ndryshe, nuk do të thotë që në qoftë se ti e vendos një emër te një ekspozite dhe ajo do të jetë ajo, do të jetë ai kuptim. Secili ka kujtime të ndryshme, diçka të përjetuar, të papërjetuar, frymëzime, ndjenja të ndryshme, të cilat gjithmonë janë shumë të ndryshme sipas individit, të cilat i sheh dhe i përjeton. Sigurisht, kur e shohim një pikturë, mund të jenë dy persona që shohin pikturën e njëjtë, por në fakt të dy mund të kenë, piktura është e njëjtë, por të dy mund të jenë mendime të ndryshme. Shënime të mjegullta, një titull shumë intrigues, shumë poetik, që unë kur e dëgjova për herë të parë, domethënë si emër, e mendova çfarë pikturash mund të ketë në këtë ekspozitë. Pse pikërisht erdhi ky titull? Realisht titulli erdhi shumë më vonë. Fillimisht unë fillova që të punoj pikturat, ku mjegulla ishte në qendër të vëmendjes, si karakteristik mund të them e pikturave, por erdhi në fund të ciklit. Gjatë kohës që i përfundova pikturat bashkë me profesorin tim akademik, Fehim Huskovic, sepse unë duheshte të kërkoj një profesor i cili do të shënoj një kritik për mua, është diçka domosdoshme zakonisht në këto ekspozitat personale, dhe erdhëm në përfundim që ekspozita duheshte të emërohet Shënime të mjegullta. Dhe ashtu edhe ai realisht, në momentin që ma lishoi kritikën, kishte shënuar edhe ai si titull, dhe në ndërkohë unë kisha titujt e mi të cilat ishin po ashtu të njëjta dhe patëm një ndeshje të ideve dhe të mendimeve të njëjta. Shënime të mjegullta është një metaforë realisht të pikturat e mia. Edhe pse në disa piktura është më shumë e dukshme, në disa piktura është më pak e dukshme, jam munduar që të luaj pak me mjegullën, ta fsheh, ta ritregoj, të paraqes një enigmë, sepse jetojmë në një botë, në një shoqëri ku sado që të kemi qartësi dhe sado që të kemi mendime fikse, gjithmonë do të një paqartësi. Pa marrë parasysh, kur udhtojmë gjatë udhëtimit të jetës, dua ta them, domethënë mos e them në mënyrë shumë konkrete, kemi ato paqartësitë tona që unë realisht dosha ti përmbledh me metaforën e mjegullës te kompozimet e mia, dhe prej aty edhe lindi ideja për titullin. Shumë e bukur në fakt, edhe mënyra edhe e përshkrimit këtë që si e ke menduar edhe këtë emër, por i bukur edhe si emër edhe si titull. Shohim në shumicën e pikturave, në fakt që i ke pas të kjo ekspozit, paka shumë janë ngjyrat e njëjta, ngjyra pak më të errta, sepse si që the tregojnë mjegullën, por gjithashtu edhe ka pjesë ku ke pikturuar në fakt liçenin, ku duken pak edhe reja, mbase ashtu të paktën unë ashtu i pash disa prej. Shumë mirë ke parë. Domethënë, cilat janë ngjyrat që ty t'japin gëzim në këto piktura, cilat janë ngjyrat që mbase transmetojnë edhe pak trishtim? Realisht, si një piktore, unë do të flas tani vetëm për veten time, sa i përket ngjyrave, ngjyrat në fakt për mua nuk janë shumë fikse. Me thënë, jo gjithmonë ngjyrat e errta për mua janë trishtim, dhe ngjyrat e hapura ose ngjyrat e ngrohta, të them më mirë, janë harmoni, gëzim. Edhe këtu në fakt te ky cikli i shënimeve të mjegullta kam bërë një përzierje, një mix. Me thënë, këtu kemi piktura të cilat me të vërtet kanë më shumë të theksuar ngjyrat e ngrohta, mirë po nuk është se japin ndonjë qetësi ashtu.
Jo çdo një e përjeton gjën e njëjtë, mirë po unë për vete, për shembull, nuk është se në çdo pikturë ngjyrat e ngrohta i kam përdorur vetëm për të paraqitur harmoni, po të paraqes një zjarr, një shpërthim, diçka pak më ndryshe. Ndërsa ngjyrat e errta, të cilat realisht ngjyra e kaltër dominon shumë. E kaltërta e cila përziva të kaltërt më të qelur, më të hapur dhe më të errët krijova tonifikime të tyre, është përveç se pjesës së errët, pjesës reale, natës, mjegullës që paraqet, në disa vende kam dashur në fakt që t'jap edhe një mesazh për besimin. Sepse ngjyra e kaltërt ka kuptimin ose thjesht jep ndjeshmërinë e besimit, që realisht në shënimet e mjegullta nuk e besoj se duhesh të mungoj besimi ose pjesa e besimit tek këto kompozime. Kështu që nuk do të kisha thënë fiks se ngjyrat e ftohta janë të ftohta, ashtu japin për mua për cilin ato emocione, se ngjyrat e ngrohta janë vetëm pjesë të ngrohta të kompozimeve. Janë një mix e cila me të vërtet duhet shihet që të përjetohet. Shumë e vërtet, në varësisht edhe prej pikturës që është, sepse mire e the që nuk do thotë çdo herë që ngjyrat e errta në fakt të çojnë në trishtim, sepse këtu kishte edhe ngjyrat e errta ku tregohet liçeni, dallgët e liçenit dhe jo çdo njeri e çon në trishtim ajo pikturë. Dikush mund të gjejë qetësi shpirtërore vetëm thjesht kur sheh peizazhin e liçenit, kur sheh ato dallgët, dikujt i pëlqen më shumë pjesa dinamike dhe mund të mërzitet nga qetësia e tepërt. Ashtu ajo është shumë personale. Personale, çdo kush e përjeton ndryshe. Kishte më duket edhe një portret nëse s'gaboj? Autoportreti. Po, autoportreti im. E tani autoportreti nuk është se është i punuar tani, është i punuar gjatë viteve 2021, gjatë periudhës kur kam përfunduar studimet e mia akademike dhe ndjeva që edhe pse është shumë ndryshe, vërej që është diçka krejt ndryshe nga shënimet e mjegullta, sepse është diçka ndryshe, mirë po mendova si një interpretim drejt për drejt i asaj kush jam unë. Përveç se të më njohin njerëzit, sepse shikoni në ekspozitë është pak vështirë, sepse ti hap djenjat e tua ndaj publiku, dhe realisht publiku aty nuk të sheh vetëm si fytyrë, po të sheh brendësinë tënd, hapësirat, kujtime, gjithçka tënde e sheh dhe e njeh nga afër. Dhe kështu që dosha pak edhe vëmendje të marrë edhe autoportreti të jetë pamja e jashtme, e cila me të vërtet rrezatoi shumë në këndin në të cilën në këndin në të cilën ndodhesh dhe me të vërtet binte në sy një interpretim ose prezantim thjesht i asaj se kush jam në të vërtet me pamjen time. Në fakt ke bërë shumë mirë, sepse i shohin njerëzit të gjitha ato pikturat dhe në fund e shohin edhe portretin tënd, apo në fillim sidoqoftë, e shohin domethënë këto pikturat vijnë prej kësaj. E përmendëm më herët që domethënë kur i shfaqim në publik, kur i shfaqin artistët në publik pikturat, sigurisht që shfaqen edhe ndjenjat e tyre. A quhet kjo pak edhe sikur a është pak ajo frika se mos po na dalin sekretet, le të themi në thojza? Si është ndjesia kur duhet i shfaqësh këto piktura në publik? Ajo është një ndjenjë shumë e fuqishme, është frikë dhe gëzim në të njëjtën kohë. Frikë për sekretet çfarë thaje, edhe pse artisti në fakt ose autori e din se sa mund të tregoj nga vetja, sepse jemi duke e kontrolluar atë fazë, mirë po ndonjëherë dhe mund ta kalojmë dozën, ashtu tregoj më shumë se nga ajo që duhet të tregojmë, mirë po në momentin që shohim që pranohet si gjë pozitive, atëherë jep frymëzim, atëherë e sheh që ti je në rrugën e drejtë. Frika gjithmonë ndodh deri para se ti paraqesish përpara publikut, se ke frikë mos ndoshta ke tepruar diçka, mos ke treguar më shumë nga vetja, ose edhe thjesht ndoshta mos ke trajtuar ndonjë temë që nuk e din si mund të ndikojë në shoqëri, sepse ka tema të cilat mund të ndikojnë në mënyrë shumë negative dhe ka tema të cilat munden edhe të japin një rrugë personit, siç ne na ndihmojnë, se na artistëve momenti, procesi gjatë kohës që krijojmë kompozime me të vërtet na japin vetëm rrugë. Mbarojmë nga një problematik, kalojmë në një problematik tjetër dhe kur mbarojmë në një cikël, për ne ka mbaruar problemi. Me thënë, na duket sikur diçka ashtu, diçka sikur zgjedhim diçka dhe mundohemi po të njëjtën t'ua tregojmë publikut. Kështu që deri para se të paraqiten dhe përsëris edhe një herë para publikut, është një ndjenjë frike që mandej kur shohim emocionet, reagimet ashtu të publikut, ndoshta edhe
kur janë pozitive, kalon. Pastaj është gëzimi i asaj, e përjeton gëzimin dhe lumturinë tënde që ke arritur të bësh diçka. Sigurisht, normal që është ajo frika se si do të ndikoj, sepse jo çdo kush një pikturë mund të jetë shumë fatësore, dikush mund ta marrë sikur është diçka tjetër. Megjithatë, arti nuk duhet të ketë limit, kështu që çdo kush e përmendëm edhe më herët e merr si don ai, gjithsesi ti e ke dhënë ndjenjen tënde aty. Di që këto pikturat i ke bërë për një periudhë shumë të shkurtër, apo? Po, kisha një periudhë shumë të shkurtër, të caktuar kohore. Punova vetëm gjatë periudhës së verës, pra qershor, korrik dhe gusht. Pra vera të paska gjetur brenda tu duke pikturuar. Sapo ishte fundi më i vitit shkollor, unë fillova me punën tjetër, me profesionin tjetër, që realisht në fakt edhe ishte shumë mirë, se pata kohën që të shkëputem nga pjesa akademike ose viti shkollor dhe të plotësisht të fokusohem te këto veprat. Kisha frikë, se kisha frikë shumë që ndoshta mos më bëri, shkaku që të gjitha pëlhurat janë të punuara me ngjyrat e vajt dhe njerëzit të cilët dinë që ti përdorin këto teknikat e dinë se tharja e ngjyrave të vajt është shumë e vështirë. Dhe realisht vetëm si proces më tremte, po fatmirësisht kaluam një verë shumë të ngrohtë, e cila më ndihmoi që të thahen sa më shpejt kompozime dhe që të mund të arri ti prezantoj për para publikut. A ke dalë ndonjëherë të pikturosh edhe në natyrë gjatë verës, duke qenë se verë, atmosferë verore edhe në stru? Ke dalë që të pikturosh jashtë në natyrë? Nuk e kam bërë ende, shkaku që verës ju e dini që është një sezon shumë e ngarkuar, a ashtu në të cilën në shumë pak është vështirë të gjesh edhe një hapësirë shumë të qartë dhe qetësie. Asi që përmenda më herët, realisht në momentin që dua të punoj ndonjë kompozim, dua të kem një hapësirën time të vetme personale ku do të kem qetësi. Mund të kem në sfond muzikë, e cila më ndihmon në kompozimin tim, po besoni që dua të jem me veten tim. Nuk është se krijoj kompozime shumë konkrete, natyra të qeta ose thjesht diçka që e shoh dhe e paraqes, atëherë është ndryshe, mirë po kur janë ndjenjat në pyetje, me të vërtet ke nevojë që të jesh me vetveten. Kështu që planifikoj në një periudhë jo shumë të ngarkuar ta realizoj. Ta bësh edhe këtë pjesën jashtë. Po, dua që ta realizoj sepse ja vlen që qof më shumë bukuri natyrore të cilat posedon vendi jonë. A ka ndonjë ritual tjetër të cilët përveç muzikës, the që mbase ndonjëherë lëshoj edhe pak muzikë kur filloj që të pikturoj, a ka ndonjë ritual tjetër që e bën para se ta marrësh atë frymëzimin të thuash tani do ulem dhe do pikturoj? Ka ndonjë ritual që e bën për të të ndihmuar për të shprehur ndjenjat në pikturë? Në qoftë se kam shumë kohë, atëherë po, ndaj një kohë pak për veten, qetësohem, do shta pi pak një kafe që të kthjelle më shumë, ndërsa kur kam shumë kohë fikse, si që kisha tani 3 muaj verë, duhet 22 piktura që të arrim për një ekspozit, realisht nuk është se i dhash vetes një kohë që të përgatitem, thjesht vetëm qoesha, e kisha si orar pune, realisht, edhe nuk prisja asgjë nga vetvetja, vetëm ju përkushtova më shumë punës, sepse përveç se duheshte të relaksohem, nga ana tjetër edhe kishte një punë shumë e madhe që më priste dhe nuk kisha kohë, që duheshte ta përfundoj. Sigurisht edhe vera, thash unë edhe më herët, në ndërkohë që të gjithë njerëzit në verë i kalojnë ato pushimet, le themi, ose e dim në struk si është, vinë edhe mërgjimtarët, jo duan të na takojnë, ti e ke kaluar në studion, le themi, studion tënde në vendin ku ke pikturuar. Të të pyes pak të dalim nga shënimet të mjekullta, sigurisht që do të kenë mundësi shikuesit në ndërkohë, edhe që vazhdojnë bisedën të shohin edhe pikturat, megjithatë të flasim pak për artin në përgjithësi, për artistët e rinj në vendin tonë, ose më shumë të fokusohemi tek artistët gra, si e shehti vendin e artistëve gra sot në vendin tonë? Në qoftë se do flasim vetëm për vendin tonë, artistet gra, femra, gjinia femrore, unë mendoj që ka arritur fuqishëm aty ku do në tjetë, për arsye se gjinia femërore ka 2 karakteristika, guximin edhe ndjenjat. Me thënë ato, përpos se janë shumë të guximshme, në të njëjtën kohë, kanë edhe atë pjesën emocionale, ku arti realisht, guximin, pjesën praktike, veprimin, kur përzihet me pjesën e ndjenjave, lind diçka shumë e fuqishme dhe e bukur. Dhe realisht mendoj që kanë mbështetje dhe kanë pikë pari gjëja më kryesore, lirinë e të vepruarit edhe të kompozuarit. Nuk e shoh se kanë ndonjë ndalesë ose diçka thjesht pengesë, të cilën të flas për vendin ton,
Me thënë për një hapësinë të cilën ndodhemi dhe njohim ne po aq sa njohim gratë të cilat jetojnë në. Shumë e vërtet, në fakt, mbase më herët nuk ka qenë kështu, por që tash ne sot kemi shumë vajza, gra, piktore të cilat ne kemi të drejtën e shkollimit pikë së parë, se në qoftë se i krahasoj me gjeneratat shumë më përpara nuk kanë pas as atë të drejtë gjinia femërore dhe jemi shumë e fat. Pra ne e posedojmë atë lirinë, e gëzojmë lirinë që të mundemi të vije momenti që ti vetë të zgjedhësh se çfarë ke dëshirë që të mësosh, të studiosh dhe kemi shumë përkrahje të madhe duke nisur nga prindrit, po edhe nga shoqëria. Nuk është e shihet si diçka negative nga ana e shoqërisë, përkundrazi përkrahet shumë. E vërtet, në fakt, duke qenë se i afrohemi edhe fundit të intervistës, e di që ndonjëherë duket sikur shumë gjatë janë minutat, por që ja e sheh edhe vetë, apo që ndonjëherë nuk mjaftojnë edhe minutat të shumta. Si e sheh edhe gjeneratën e re të artistëve, si sheh sepse ti tashmë i prek këto gjeneratat e reja, je profesore në fakt edhe i sheh nga më afër edhe interesimin e këtyre. Ka interesim për të vazhduar me artin apo se shpesh dëgjojmë që mos vazhdo me këtë se nuk ka buk kjo, nuk të jep buk edhe ndonjëherë demotivohen edhe nxënësit. Shumë e vërtet. Unë përveç se i shoh nga afër, realisht unë jetoj me nxënësit edhe me gjeneratat e reja, pa marrë parasysh moshës së tyre. Unë do të kisha cekur që gjeneratat e reja kanë më shumë energji, janë shumë të zgjuar në aspektin që sepse kanë edhe mundësitë e tyre u alejojnë që të shohin për te gjërave që ata kanë dëshirë, ata shumë shpejt mund të arrinë atë çfarë duan. Dhe realisht ajo është diçka shumë pozitive. E vetmja gjë që mungon, unë do të kisha thënë mbështetjet kulturore, me thënë këto galerit, hapësirat, duhet pak të ketë një pjesë kulturore e qëndrueshme, e vazhdimse, sepse unë e shoh atë edhe me veten. Unë kam mbaruar me pjesën akademike, jam një piktore, por edhe pse kam mbaruar studimin e artit figurativ, por edhe pjesën e pedagogjisë, për arsye se unë duhet patjetër të punoj edhe në një profesion tjetër. Ashtu nuk ka diçka ndonjë qendër të vazhdueshme kulturore që lidhet me artin figurativ që unë plotësisht të përkushtohem të ajo. Edhe unë mendoj që ajo është ajo e cila dështon, demoralizon, pas pak ti vete përmende që thua njerëzit nuk ka bukë, sepse që të arrish të shesish kompozimet e tua, duhet ta shohësh hapësirën gjeografike në të cilën jeton, ashtu duhet shumë të luftosh ti me vetveten. Vazhdimisht duhet luftosh, vazhdimisht duhet kërkosh gjithçka që ti të arrish aty ku je për të jetuar ose për të mbijetuar. Ndërsa në momentin që do të zhvilloheshin këto hapësirat të qëndrueshme, të vazhdueshme, me thënë ketë profesione të ndryshme, jo vetëm se edhe kultura e shtetit do të jetë në nivel ashtu, sepse unë mendoj që një shtet kur përfaqësohet nga një kulturë e denjë, kulturë e lartë, në çdo aspekt përparon dhe zhvillohet në mënyrë shumë ndryshe dhe mungesa e kësaj është ajo e cila pak i demoralizon fëmijët, të rinjt, të cilët realisht unë sa e shoh në punën time praktike, me të vërtetë nxënësit janë shumë të talentuar, të rinjt janë shumë të talentuar. Siç thash, ata mund të arrijnë në çdo informacion, në çdo kohë, në çdo moment që duan. E kanë edhe më të lehtë edhe këtë pjesën e teknologjisë. Dhe thjesht duhet të kenë shumë përkrahje dhe mbështetje pak më profesionale. Jo vetëm mbështetje emocionale, jo vetëm mbështetje nga shoqëria ose nga prindri, diçka pak më profesionale do ta kishte ndryshuar këtë gjë. Shumë e vërtet në fakt, por me që ka njerëz si ti edhe si shumë të tjerë që i bëjnë edhe këto ekspozita, i kthejnë në frymëzim, kështu që mbase do ta lënë edhe pak anash atë pjesën që thon pjesën materiale, le të themi, do thon le ta vazhdojmë edhe sepse ja ku dalin gjëra të bukura, kanë ndjenja të bukura. Shumë shkurt për fund, jemi shumë tash në fund, në minutën e fundit le të themi me këtë, shumë shkurt. Çfarë të presi prej teje? Do presim ekspozitë tjetër apo? Po, patjetër. Kjo ishte vetëm cikli i parë dhe ishte vetëm hapi i parë ose them dera ime e parë e cila u hap. Dhe gjithmonë do të prisni ekspozita të reja, të cilat unë planifikoj sa më e më fuqishëm. Mirë po tani për tani, te kjo shënimet e mjegullta, do ndalen përsëri që ta qarkulluar edhe në vende tjera, apo? Ta zbërthej pak edhe më shumë, pasi që pati një pranim shumë të ngrohtë nga ana e publikut, e popullit temi, dhe unë do vazhdoj pak të gërmoj emocionet ose ndjenjat të cilat janë vetë shoqërisë. Dhe ne të urojmë në fakt edhe shumë suksese dhe shpresojmë që të jemi edhe prezente edhe në ekspozitat tuaja të tjera sigurisht, kështu që të uroj shumë suksese edhe shumë faleminderit që ishe pjesë për të ndarë edhe rrugtimin tënd. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj, ishte nder për mua. Kënaqësi gjithashtu.